qoftë për mos punën që është bëu më herët. Mirë, dhe do të pyes në fakt për çështjen e koalicionit, pse nuk e bëhet asnjëherë brenda asamblesë, pse nuk i bëhet numrat? Na kemi pas numra 2 vjet. Po në pjesën e dytë të mandatit, kur në fakt shkua deri në mungesë të edhe të buxhetit që ishte. Na kemi pas qeverisje me PDK për 2 vjet gati. Afërsisht 20 muaj gati. Dhe për 20 muaj nuk ka pas asnjë temë që na ka sjell në një situatë ku kemi pas konfrontim ose mos pajtim me PDK-n. Asnjë temë të vetme. Tema e parë me cilën jemi ballafaqu, që ka sjell problem deri në shkputje të marrëdhënieve tona për bashkëqeverisje, kanë qenë janë 20 vendime të famshme për ndërtim. Këto kanë qenë problemi. Dhe PDK-ja është sjellë si një subjekt tek këtë të ndërtimit apo? Po, domthonjë janë 3 vendime nëse zgabohem tash, janë për rritje të koeficientit ndërtimit, ku me këto 3 vendime janë diku mbi 70 milionë euro vlerë shtesë ndërtim që janë dhënë krahasim ato që ka qenë lejuar, dhe janë 16 vendime tjera që kanë bëjnë me ndrrim destinimit të pronave në komunën tonë. Domethënë për këto vendime është prish qeverisja jonë e përbashkët. Dhe PDK-ja ka qenë e gatshme me i sakrifiku nënkryetarin e parë, sekretarin e partisë dhe nënkryetarin e dytë. Ata 3 njerëz që janë sot me mu bashkë në qeverisje, nuk janë pajtuar me qëndrimet e PDK-s atë botë. Dhe unë kam pas deklarime nga njerëz të lartë PDK-s në Gjilan, që kam pas presion prej nivelit qendror, ose që kam pas telefonata prej njerëzve tjerë dhe ju duhet ende kohë për me analizu këto vendime. Po, a diçka është absurdi më i madh mandej, që këto vendime në prokurori sa janë marrë, janë dërguar prej PDK-s. Mirë, se tash nuk i kam këtu përfaqësuesit të PDK-s dhe është bukur e padrejtë që unë të vazhdoj ta lë këtë argument. Kur e përfunduat me PDK-n dhe dolën nga koalicioni, pse nuk gjetet alternativë, pse nuk gjetet mënyrë që t'i bëni numrat, sepse u aleton qeverisjen. S'ka pas alternativë tjetër. Domthonë kanë qenë 14 numra në LDK, 5 kanë qenë në PDK, një prej tyre ka ardhur mandej tek ne, 3 drejtorë që kanë qenë, 2 drejtorë nënkryetare kanë mbet, pra kanë qenë 18 asamblesë, vetëm LDK dhe PDK që është shumica. Dhe nuk kishit mundësi. Nuk ka pas alternativë tjetër. Dhe nuk kishit mundësi ta. Jo, nuk ka pas, s'ka pas numra tjerë. Jo. Pra, edhe lista